Rikthemi në MCN Informacion, drejt për drejt do të flasim në këtë pjesë të dytë për politikë. Do të ndalemi fillimisht tek vendimi i GKK për të lënë arrest me burg kryebashkiakun e Tiranës dhe provat e reja të SPAK, por më pas do të ndalemi edhe tek zgjedhjet e 11 majit tek rinumërimi i votave. Me mua në studio është bashkuar avokati Adriana Kalaja. Zonja Kalaja, përshëndes, faleminderit që jemi. Faleminderit për ftesën. Por vetëm pas pak do të na bashkohet gjithashtu në bisedë edhe kolegu gazetari MCN Mariglen Kume. Por derisa edhe Kume të jetë me ne do ta vijojmë bisedën me zonjën Kalaja. SPAK ka depozituar sot prova të reja për kryebashkiakun Erion Veliaj, ndërto faktin që çifti kishte një apartament, pra një tjetër pronë e pa thënë më parë, përveç këtij informacioni që ka qarkulluar në media, keni ju informacione tjera, keni dieni për gjëra të tjera që ndoshta edhe nuk kanë qarkulluar? Në dienin time është një hyrje goxha me sipërfaqe të madhe, që në fakt ishte nuk mund ta quajmë në pronësi të çiftit Veliaj, por që ata e kishin në posedim pa dokumenta ligjor, pra akt shitblerje apo kontratë porosie, dhe ajo që është më e rëndësishme është fakti që nga dokumentacioni që ka hetuar SPAK-u e ka vërtetuar këtë fakt, përveç dhe disa hyrjeve të tjera të cilat ne i kemi bërë me dije për publikun dhe gjatë muajve të mëparmë, por ajo që ka rëndësi në këtë pikë është fakti se komunikimet në lidhje me këtë hyrje që kanë çuar edhe agjentët e BKH-s dhe prokurorët e SPAK-ut për të konkluduar në një vendimarrje ta quajmë lidhje me sekuestrimin, është komunikimi që vetë Veliaj dhe Ajola Xoxe kanë patur me ndërtuesin, i cili edhe sot ky ndërtues ka marrë sigurimi për të njëjtën dosje, pra është pronari i Agikonsit, për cilën thuhet se është edhe personi që ja ka kaluar kundrejt marrëveshjeve që kanë bërë me njëri tjetrin, këtë apartament goxha të madh, por nga ana tjetër në dienin time ka dhe një fakt tjetër që lidhet me këtë pjesë, është një ndërtim pa leje është konsideruar kjo hyrje, por bashkë me këtë hyrje, sipas informacioneve që unë kam, është konsideruar ndërtim pa leje edhe një ashensor, i cili lidhte të dy banesat, por mbi të gjitha, pyetja që mund bëj publiku është si mund të kishte një hyrje pa leje apo një ashensor pa leje Erion Veliaj, ndërkohë që e para ai lejet e ndërtimit i kishte në dorën e tij, nuk kishte ndonjë problem për të nxjerrë lejet e ndërtimit, dhe e dyta mbani mend në verën e vjetshme se si solli 40 polic bashkiak dhe inspektor të IMT-s për të prishur një tent dielli që tek e fundit nuk quhet ndërtim pa leje, dhe këtë gjë tha dhe prokuroria e Tiranës, nuk mund të konsiderohet në asnjë rrethan që tenda e diellit të quhet ndërtim pa leje. Kështu që fakti që këto dy objekte janë sekuestruar nga SPAK-u si ndërtime pa leje, por që kanë qenë nëpërmjet korrespondencës, pra komunikimeve që ka patur Erion Veliaj me pronarin e Agikonsit, e kanë vërtetuar edhe me faktin se nëse do nxirrte një leje ndërtimi për një hyrje kaq të madhe, nesër pas nesër do dilte ajo pikpyetja tjetër që me çfarë parash u bë gjithë ky ndërtim. Pra, thash edhe një herë, publiku duhet ta kuptojë që nuk bëhet fjalë se nuk e ka patur mundësinë reale Erion Veliaj për të nxjerrë një leje ndërtimi për një shtesë apo për ashensorin, për cilën unë thash kam informacionet e mia. Ndërkohë që është e vërtetuar që kjo hyrje që është sekuestruar është ndërtuar me paratë Erion Veliaj dhe Ajola Xoxës, por nga pronari i Agikons SHPK. E qartë. Ndërkohë është bashkuar në studio dhe kolegu Mariglen Kume. Kume, të përshëndes, faleminderit
që na u bashkove. Në fakt po flisnim për detajet e faktet e reja që janë prezentuar sot dhe kanë qarkulluar përsa i përket kryebashkiakut Erion Veliaj, ndërkohë GKK e ka lënë në arrest me burg. Pse ky qëndrim? Po, e pritshme në fakt, Esmeralda, sepse nëse analizojmë pak atë çfarë ka ndodhur që nga momenti kur u morë në arrest me burg kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, është plotësisht e kuptueshme sepse përderisa hetimet vazhdojnë ende dhe ai nuk është i pandehur pra që të ketë marrë këtë, ekzistojnë në çdo moment mundësitë që ai të prish provat, të shantazhojë dëshmitarët apo të vazhdojnë atë çfarë ka bërë deri më tani për të cilën akuzohet për, domethënë, edhe nga opozita, duhet thënë për korrupsion apo për shpërdorim të detyrës. Pra të gjitha këto të përbëjnë dhe pushteti i tij që ka të bëjnë, i japin argumenta të mjaftueshme GKK-s që të plotësojnë kërkesën e prokurorisë në fakt që ai të qëndrojë në arrest me burg. Absolutisht nuk është asgjë garancia pasurore në proceset të tilla, sepse më shumë rëndësi ka procesi se si do hetohet apo dëshmitarët të cilët janë jashtë apo njerëzit punonësit të administratës të cilët mund ta marrin edhe si një mesazh këtë nga drejtësia, mund të interpretojë edhe si një mesazh për zbutje ose për devijim për ndryshim të kursit të çështjes dhe mund të bëjë që qytetarët apo administrata të intimidojë dhe të mos deklarojnë të vërtetën që ekziston realisht. Në këtë kontekst unë nuk prisja që të kishte një vendim ndryshe, po të kishte një vendim ndryshe, do shtoj edhe më tepër dyshimi, sepse momentalisht ekzistoj, po do shtoj edhe më tepër dyshimi që nuk kemi një drejtësi të pavarur. E qartë, ndërkohë, zonja Adriana, sa rëndohet pozita e zotit Veliaj nga informacionet 2 mujore që ka depozituar SPAK? Unë mendoj se ka një rëndim të pozicionit juridik të Veliajt nga data 10 shkurt. Kjo edhe për shkak të një sulmi frontal në fakt që ai nga pozicioni i të arrestuarit, se s'mund të themi të akuzuarit përsa kohë që nuk janë ngritur akuzat sipas ligjit, intimidon të prokurorët, duke dhënë një mesazh qartë për personat të tjerë që kur intimidon prokurorët që po merren me çështjen. Imagjinon çfarë mund të bëj me varcin e tij. Kur dolën prova gjatë hetimeve që të njëjtën gjë kishte bërë me disa specialistë të BKH-s. Po kështu kur ka prova të pafundme për mënyrën se si është ushtruar ndikimi paligjshëm, jo vetëm ndaj varësve të tij, por edhe ndaj disa prokurorëve dhe gjyqtarëve për dosje të ndryshme, për çështje të ndryshme, dhe unë mendoj se nga data 10 shkurt deri më sot, Erion Veliaj i është renduar pozicioni i tij juridik. Unë personalisht nuk isha asnjë lloj pritshmërie që të ndryshonte masa e sigurimit personal. Të njëjtën gjë them edhe për vendimin e gjykatës së lartë që pritet të jepet shumë shpejt dhe nga ana tjetër mendoj se edhe vetë gjykata e lartë nisur nga provat që ndodhen në dosje, po kështu edhe nga precedentët e rasteve të ngjashme, nuk ka asnjë shans të mundshëm që Erion Veliaj të ketë ndonjë zbutje të masës së sigurimit personal. Po t'i shtohen akuzat? Mendoj që Erion Veliaj do t'i shtohen akuzat dhe Erion Veliaj do të ketë ndryshim të situatës ose të pozicionimit të tij juridik ditën që do ta vendosi Edi Rama për të bërë një gjë e tillë dhe në dijenin time, nëse gjykata lartë mundet nëpërmjet ndërhyrjeve nga miqtë e Veliajt, nga njerëzit që dashje pa dashje kanë një lloj influence në sistemin e drejtësisë, mund të bëj ndonjë veprim në kundërshtim me udhëzimet që janë dhënë nga Edi Rama, unë kam informacionin që SPAK-u do nxjerrë variantin B dhe mund t'jepet një mas tjetër sigurimi arrest me burg për Erion Veliajin, për çështjen e inceratorëve. Këtë informacion kam.
Shko në fakt, Esmeralda, se sot pati edhe një vendim për disa zyrtarë të Bashkisë së Tiranës për dosjen 5D. Dhe të gjithë qytetarët se nuk mund të presin që zoti Veliaj pas ka bërë korrupsionin e madh me këtë dosjen cilin e ka tani që e përgatitin Nesti Angoni. Kupton, qytetarët presin për vjedhjet e mëdha që janë bërë në fakt me duan transparencë, mbase mund t'jetë i pafajshëm, mund mos ketë bërë asgjë. Kupton, por duhet transparencë e plotë dhe të ezaurohet deri në fjet më të hollë, të jetohen dosjet e qëndësishme dhe që janë... Dhe të shohim nëse në ato miliona euro të cilët janë vjedhur me skemen 100% të drejtorëve të PSD-s, zoti Veliaj ku qëndron këtu? Dhe e dyta, me inceneratorin e Tiranës, që kemi të bëjmë me një super aferë, ka apo s'ka këtu përgjegjësi penale, po themi. Dhe këto janë ato të gjitha, sepse kjo, kam përshtypjen unë, është më shumë është dosja më e thjeshtë, ajo për cilën ndodhet zoti Veliaj pas ekrave tani, është dosja më e thjeshtë dhe u përdor për këtë gjë. Unë kam, dhe besoj në diçka, Esmeralda, që kur është bërë dosja për të cilën ndodhet zoti Veliaj në masën e arrestit, burime ose informacion nga prokuroria e posaçme dhe BKH-ja më kanë konfirmuar se kanë marrë komplimenta nga partnerë ndërkombëtar për kopsitjen e dosjes që e themin. Po, për mënyrën e hetimit, për hetimin pa ekujvok, po themin, pas një hapësirë poshtë të cilën e kanë. Dhe në këtë aspekt, besoj që qëndrimi edhe i ndërkombëtarëve është i qartë karshi pa drejtësisë, dhe presim... Edhe karshi figurës së zotit Veliaj? Absolutisht, po pikërisht. Dhe presim që të gjithë presin, që të dinë se çfarë është bërë me këto dy dosje që kanë vjedhur miliona euro nga taksa paguesi shqiptar. Sepse dakor, nuk po e relativizoj dhe nuk po e sfumoj këtë dosjen për cilën ndodhet brenda. Por çështja është, janë këto dy gjërat e tjera më të mëdha. Ka është edhe çështja e teatrit, pastaj që është edhe një çështje. Janë edhe më të hershme në kohë. Janë edhe më të hershme në kohë dhe ka dhe një rregull që edhe nga pikpamja penale, po edhe nga pikpamja e kodit procedurës, ti nuk mund të kesh përparësi për një kallëzim të 2024-s, ndërkohë që dosjet e 2019-s, 2020-s e me radhë, flenë në përsirtarët e prokurorëve të SPAK-ut. Prandaj themun që kjo është një dosje në këndvështrimin tim, është një dosje politike, me prapavi të qartë, për synimet që ka patur Edi Rama, si pas mbase dhe sondazheve që ka bërë, a i thjesht nuk e donë të më Erion Veliaj në përkëm në zgjedhje 11 maj, i tregoj dhe me rezultatin që unë nuk kam nevoj më për Erion Veliaj dhe bandën e ti të vjedhjes të vitit 2023, sepse rezultati i 2025-ës ishte shumë më i lartë se sa i 2023-shit, dhe e fundit për ta mbyllur, i vetmi rrezik potencial për karriken e Edi Ramës në rast të një humbjeje në 2025-ën ishte Erion Veliaj. Prandaj u zgjodh që jo vetëm Erion Veliaj të arrestohej përpara zgjedhjeve, se ne e dinim të gjithë, ne e dinim që ishte mbyllur çështja e dosjes së Nesti Angonit. Por problemi ishte që e gjitha ajo që ne bënim pyetje vetes apo me njëri tjetrin ishte do ta lëshoj para zgjedhjeve Edi Rama apo pas zgjedhjeve. Tani mos të fshifemi pas gishtit. A është kjo pyetje që ne kemi bërë gjithmonë? Pra Edi Rama do ta lëshoj Nesti Angonin, personin, sepse më duket e ka lëshu dhe Nesti Angonin. Tani, se jemi të Nesti Angoni dhe është edhe një pyetje. Doli në mënyrë instinktive, por në dijenin time e ka lëshuar dhe Nesti Angoni. Pra djetë kush është Nesti Angoni? Unë e kam besimin që kush është Nesti Angoni, po pak rëndësi ka. Po, unë kam informacione që Nesti Angoni është Arbian Mazniku dhe shumë shpejt Arbian Mazniku uroj në fakt ta qoj në të njëjtën qeli me Erion Veliaj, se nga një herë atë që se bën drejtësia e bën dhe kushtet rastësore. Kështu që unë mendoj se edhe dosja për Arbian Maznikun është e mbyllur, për pos faktit që Arbian Mazniku ka dhe një dosje në prokurorinë e Tiranës,
e cila Cilat janë prova që kompromentojnë Maznikun? Po sepse ka ndjekur të njëjtin precedent si Ilir Beqja, që fondet publike, parat publike, i ka transferuar në biznesin e bashkëshortes. Pra këta kanë arritur në nivelin që jo vetëm nuk kanë respekt për qytetarët, por nuk kanë as frik ligjin, sepse i kanë bërë edhe vjedhja, si që tha dhe Marin Gleni, me dosjen 5D, është aq e hapur, aq e pambrojtur, është aq demonstrative, që ti drejt dje, për shembull, ne lakonim një kryebashkiak apo ministrat të ndryshëm që kërkonin një pjesë të tenderit, sot vidhej në mënyrë absolute 100% e tenderit. Mos harrojmë një biznes shumë të rëndësishëm për cilën pse refuzon Spakut na japi përgjigje. Është biznesi i dherave. Është një biznes që edhe gjykata kushtetuese nuk i dha të drejtë. Pra, ka një influencë aq shumë të madhe nga politika në disa çështje ku është implikuar Erion Veliaj, por unë vazhdoj të qëndroj jo vetëm si qytetare, po dhe si avokate me pretendimin tim moral deri në fund që secili të paguaj për atë që ka bërë. Pra, unë nuk jam fare dakord që të persekutohet një njeri për ca rroba të shtrenjta apo jo, të bashkëshortes të tij, ndërkohë që ne kemi ngritur akuza pafund në lidhje me parat publike, në lidhje me shpërdorimin e detyrës, në lidhje me dhënien e tenderave pagar, sepse një person tjetër i cili është me mas, është Kërqim Fusha. Ju a japun listën çfarë është bërë nga 2015 deri më sot nga Shkëlqim Fusha në Bashkinë e Tiranës. Është përfituesi mbi 90% të tenderave në Bashkinë e Tiranës. Pagar. Pra, hajde tani të shikojmë këto gjëra. Ashtu si ta Marin Gleni, mbase është i pafajshëm dhe ne kemi ngret akuzat të pambështetura në prova dhe në ligj. Por Spakut i del detyra të jetoj. Mbase Erion Veliaj nuk ka gisht në shëmbin e teatrit. Ne dim shumë mirë që ka, por është mirë që Spaku ta hetoj. Në incineratorin e Tiranës, a është firma Erion Veliajt? Ajo që ka marrë përsipër edhe të flasin në emër të qarkut dhe në emër të Këshillit Bashkiak. Këto akuza, zoti Veliajt, për dosjen 5D për incineratori do të hetohet në një dosje të vetme apo duhet të ndahet dhe të hetohet veçmas? Unë mendoj që Spaku, ligji e parashikon kodi procedurës që të bashkohen dosjet në një dosje të vetme, kur flitet që ka një subjekt të përbashkët, kur flitet që janë vepra penale të përbashkëta dhe koha e kryerjes së tyre ka ndihmuar në kryerjen e veprave penale të një dosje me një dosje tjetër. Ndërkohë që i njëjti precedent është ndjekur nga Spaku, për shembull me që su përmend dosja e teatrit kombëtar. Ne kemi filluar që në 31 dhjetor të 2019-s me denoncimin e parë dhe çfarë ka bërë Spaku? Sa herë çonim në një denoncim që s'kishte lidhje fare dhe me teatrin, ato e bashkonin. Për shembull është një denoncim që është shumë i fortë, që lidhet po me Erion Veliajn, që lidhet direkt me pastrimin e parave të pista, që është shoqëria Tirana DC, për cilën u krijua ka miliona euro shpenzime pa asnjë produkt. Por çfarë u krijua Tirana DC nga tetori 2020 deri më sot? Pra, këtë kërkojmë ne përgjigje nga Spaku dhe këtë kërkojmë ne përgjigje edhe për veprat për cilat ne kemi ngritur akuza. Po se sa e ka bler fustanin Ajola Zoza, mua nuk më intereson, me thënë të drejtën. Ne na duhet transparenca dhe ne na duhet një hetim i plot i gjithanshëm i Spakut bazuar në ligj. Pra jo me urdhra politik, këtë po anashkalojmë dhe këtë po e marrim. Ja po të marr një rast tjetër, unë se sot të pasha të Plaren Drecën. Tani Plaren Dreca po hetohet për një dosje që është e rëndësishme për shkeljen e barazisë në tendera, ndërkohë që është një dosje edhe më e madhe se kjo, të cilën e kam shuar unë në prokurorinë e posaçme, dhe çfarë bëri Altin Dumani, e ka kaluar për kompetencë në prokurorinë e Tiranës. Pra, flitet për miliona euro të abuzuar, ndërkohë që sot Plaren Dreca është deputet. Më e pakta duhet ishte bashkimi dosje, si ta thash. Kështu që për mua, edhe në raport me Erion Veliaj, është shumë më mirë për gjykimin që të bashkohen që të gjitha dosjet bashkë,
përsa kohë që korespondon dhe kryerja e veprave penale nga një ndodhi penale, si që pretendojmë ne, në ndodhin tjetër penale, qoftë lidhjet me ndragetën, qoftë pastrimi i parave në kullat që ndërtohet në Tiranë, qoftë lidhjet me ndërtues të ndryshëm për cilët dy prej tyre janë dhe me mas sigurimi. Kështu që kjo do të thash dhe një herë, do t'i shërbente jo vetëm drejtësisë, po edhe transparencës para publiku. E qartë. Ndërkohë, duke u nisur nga hetimi i Veliajt, pra i këtyre akuzave që janë ngritur për të, dhe sigurisht ajo që edhe t'i the pak më lartë, përshëndetje që kanë bërë ndërkombëtarët asaj dosje së kopstitura. Mund të themi se jemi përballë një modeli të ri hetimi nga SPAK, pra jo më për ato akuzat inceneratori dosja 5D, por tashmë kemi kaluar tek pasuritë, tek hetimi i pasurisë për zyrtarët e lartë, apo ndjek një mënyrë tjetër SPAK për hetimin e zyrtarëve të lartë? Pra një model të ri? Shko, ka qenë një lloj mënyre se si hetohen kjo për pasurinë, sepse Zoti Dumani vetë ka cilësuar krim intelektual dhe aty janë përdorur jurist, ekspert, kur është bërë një vepër korrupsioni, pra një vepër penale. Dhe janë përdorur shumë ligjvënës, shumë jurist për këtë. Dhe është e vështirë që ata të kenë lënë gjurmë apo të kapet në flagrancë një rast që ka shkelur ligjin në mënyrë abuzive, në mënyrë të hapur. Dhe çfarë bën SPAK-u? Shkon tek pasuria, sepse sigurisht aty është përfundimi. Gjithë ato veprat korruptive edhe të gjitha për çfarë bëjnë? Për një përfitim financiar, pa tjetër. Dhe në razin kur nuk arrin të gjejnë do të këtë, dalin tek pasuria, që mbase më pas gjejnë indicje, pra marrin indicje apo gjejnë informacione për të çuar tek themeli i dosjes. Janë taktika të hetimit këto nga ana e prokurorëve. Ajo çfarë mbetet është që t'i shkohet deri në fund çështja dhe të ketë kurajo në fakt për t'i gjetur këto pasuritë e tyre, sepse ajo mbetet ende shumë për të parë se a është kjo e gjitha pasuria e tyre, sepse ndonjëherë të gjithë e dim shumë mirë se sa të pasur janë, se çfarë jetë luksi bën përmes dëshmive të ndryshme. Pra mund të kenë akoma më shumë, po thua? Pikërisht, kjo është sfida e tyre. E ka thënë edhe raporti i Komisionit Evropian për të gjurmojnë paranë, të gjurmojnë pasuritë, sepse aty është dëmi që i shkaktojë shqiptarëve, aty përfundon në fundit te pasuritë, te gara e pabarabartë që krijohet më pas, sepse dikush pastron para dhe rriten çmimet. Pra është zinxhir kjo, Esmeralda, që bëhet. Prandaj pika kryesore është që gjurmon paranë në mënyrë që... Tani, Mariglen, duke patur parasysh faktin që ka një volum provash për zotin Velia, janë duke u bërë hetime të tjera, natyra e akuzave, a mendon se do të zvarritet kjo çështje? Para disa muajsh, Esmeralda, duke bërë një investigim për një çështje tjetër në fakt, një burim më doli që po më thosh, ishim për çështjen e inceneratorit dhe një burim më tha që prokurori kishte bërë ato parashikimet e tij i cili kishte çështjen që në mesin e vitit të këtij viti, pra ku jemi, pra rreth këtyre muajve të mesit vitit, mund të përfundoj edhe hetimet për fashikullin e dosjes ku është edhe zoti Velia, po them. Pra, mbase mund të kemi shumë shpejt edhe rezultate për këtë çështje, për aku përfshihet zoti Velia edhe tek inceneratori i Tiranës. Megjithatë, nëse bëjmë edhe një analizë politike, po them, për mua kaq sa janë, për figurën e tij politike, janë të mjaftueshme për të kuptuar se kemi të bëjmë një kryetar bashkie që ka shfrytzuar postin e tij, ka keq përdorur besimin e qytetarëve të cilët e kanë votuar për të mirë qeverisur në pushtetin lokal, ndërkohë në aspektin penal mbetet ende, po them, dosjet me rëndësi që kanë shumë para brenda për tu çuar deri në fund dhe që besoj do ketë edhe më tepër ngarkesë penale ndaj kryebashkiakut në detyrë
detyrë zotit Veliaj, dhe si për pesdën, por edhe për çështjen e inceneratorit të Tiranës, që duhet thënë është kryefjala ose vepra penale, vepra korruptive më madhe që e identifikon Bashkinë e Tiranës në këtë gjë. Presim, megjithatë, është një hetim që do të zgjas. Do kemi zhvillime jo në aspektin vetëm të hetimit, por edhe në aspektin politik gjatë kësaj kohe, sepse deri më datë 8 korrik, kur pritet të shprehet edhe gjykata e lartë për çështjen në Veliaj, informacionet, por edhe analizat të bënë, sepse kemi Bashkinë e Matit, Bashkinë e Beratit dhe Tepelenën, Burreli, që të cilët janë pa kryetar bashkie. Deri më tani, nuk... Ti mendon se do të merret një vendim para gjyqit? Jo, vendim para gjyqit nuk ka, por çfarë po pritet në fakt? Pra, kemi 3 bashki të cilët janë pa kryetar bashkie, edhe Bashkia e Tiranës, të cilin e kanë në paraburgim. Kemi këto bashki pa kryetar, kryeministri ose qeveria nuk i ka çuar të presidenca vakancat e tyre, sepse nëse i çon presidentit ka afat kohor që duhet të shprehet edhe të caktoj datën e parakohshme. Me dyshimet janë edhe informacionet janë që po pritet edhe vendimi i gjykatës së apelit dhe mbase më pas mund kemi edhe një hap tjetër nga ana e qeverisë për shkarkimin e zotit Veliaj si kryetar bashkie dhe më pas zgjedhjet e parakohshme të cilat mund të jenë në tetor. E qartë. Do të flasim për politikën dhe do të ndalemi pikërisht tek rinumërimi i disa kutive të votimit 11 majit, kërkesë kjo e bërë nga Partia Demokratike. Zonja Kalaja, çfarë pret Partia Demokratike nga ky rinumërim që ka nisur sot? Unë nuk di në fakt çfarë pret Partia Demokratike. Unë personalisht nuk pres asgjë, sepse kjo ka qenë dhe arsyeja që nuk kam bërë ankimim. Më duket një fars që po ndodh mbas 11 majit, më keq se farsa. Nuk pret asgjë nga vota që janë hetur apo nga ky rinumërim që edhe këtë e quani fars? Nga rinumërimi, unë mendoj që rinumërimi i kutijave të Tiranës, po flas për qarkun e Tiranës, ku unë kam qenë kandidate, pa u shoqëruar me rishikimin e materialeve zgjedhore ose rihapjen e kutijave të materialeve zgjedhore, mendoj se është një truk i kasit për të shpërblyer edhe mandatin që këto ja zgjatën me 26 korrik, por në fakt publiku është gënjur, nuk e ka marrë informacionin e plot. Të gjithë në publik dinë që kodi ka pas vetëm 2 ndryshime. Pra ka pas hapjen e listave me 2/3, ka patur edhe ndryshimin e votës diasporës. Qytetarët nuk janë informuar që me 26 korrik ka patur një ndryshim shumë të rëndësishëm, që është ai që lidhet me mandatin e antarëve të kasit, është fuqizuar ligji i vjetër dhe ka kaluar ligji i ri, duke mos bërë se duhej në fakt që në 2025 ne të kishim antarë të tjerë të rinj të kasit, por ne na duheshin këto antarë të cilët i binden urdhrave politik dhe bëjnë ato që në fakt kanë bërë, që për mua është e pa precedent, se është më e ndershme të mos hapësh kutijat fare për x arsye, se sa të pranosh hapjen, rinumërimin e votave dhe të mos bësh rishikimin apo hapjen e kutijave të materialeve zgjedhore. Aty ku në fakt, në këndvështrimin tim, është abuzimi më i madh, është manipulimi më i madh, aty shikohet se sa të regjistruar kanë patur dhe sa kanë votuar, aty shikohet se si është përgatitur i gjithë materiali zgjedhor, aty shikohet edhe se si ka qenë trendi nga kutia në kuti e tjera. Kështu që unë mendoj që do ketë një ndryshim të vogël në këndvështrimin tim, nuk do ketë ndryshim në renditje, nuk do ketë... Çfarë do t'i shkaktoj Partisë Demokratike ky? Asgjë. Unë mendoj që është një vendim për të legjitimuar farsën e 11 majit, pra për të thënë ja, kutijat u hapën dhe numërimi është mund gjendet në një gabim
njerëzor i vogël që është shumë normal. Edhe gabimet qoftë në 2 vota apo në 3 vota në një kuti të veçantë, jo në çdo kuti, mund ta marrësh dhe si lodhje gabim njerëzor i një komisioneri. Jo çdo gjë lidhet me blerjen, shantazhimin apo vjedhjen e votave. Ndërkohë, nëse do hapeshin kutitë e materialeve zgjedhore, një kryqëzim midis proces verbalit të kutisë votimit me materialet zgjedhore, unë mendoj se ne do na nxjepte një panoram të qartë, qoftë për trafikimin e votave nga partia në parti, qoftë dhe për trafikimin e votave brenda kandidatëve të të njëjtës parti. E pikërisht këtu kume do të shkaktoj ky rinumërim votash ndoshta edhe një përçarje mes kandidatëve në Partinë Demokratike? Ata përçarjen e kanë tani, në këtë fazë tani. E kanë bërë me 26 korrik. Ishte e qëllim... Jam shumë dakord, e kam thënë edhe më përpara këtë që thua ti, Adriana. Është kodi zgjedhor që u bë për këtë qëllim. Që të bëhe kjo çarje dhe për mua, pa hequr as presjen nga denoncimet që bën kryesisht zoti Berisha dhe në ditët e fundit e respektoj maksimalisht denoncimin që bën deputeti zgjedhur Blendi Himçi, se të gjithë të tjerët e kanë informacionin mbase më shumë se Blendi, por problemi është kush ka guximin e medalë dhe t'i denoncoj, pa hequr presjen nga ajo që ka ndodhur në 11 maj. Unë mendoj se një nga faktorët më problematik për Partinë Demokratike ka qenë mënyra se si është proceduar me kodin zgjedhor. Siç po thosha, përçarjen e kanë tani para kësaj. Besoj që nga ky proces që po ndodh në komisionin pra në KQZ nga Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve, nuk do ketë asnjë ndryshim rezultati, sepse edhe vetë zyrtarët më të lartë Partisë Demokratike e dinë që problemi nuk është në kutinë e votimit pra aty ku janë votat, problemet të cilët ata e pretendojnë kanë ndodhur më herët, pa shkuar qytetarit të kutia për të votuar. Par data 11 maj. Pikërisht, kanë ndodhur më herët. Në këtë kontekst, mund të ketë edhe nga ato çfarë u pan sot që denonconte Blendi Himçi. Tha që mungonte një vot në një kuti apo 2 vota në një kuti tjetër. Ajo ishte për mua, ajo është e rëndësishme. Mungesa e vulës është tjetër gjë mungesa. Mungesa e vulës është shumë e rëndësishme në këndvështrimin tim. Po në çfarë mase është bërë, pra, po themi se qoftë njëra legjitimon akuzën e trenit bullgar. Pra qoftë një flet tjetë pa vull, unë thash dhe njerë, do thoni ju që po komisionerët e Partisë Demokratike ku kanë qënë. është me të drejtë ngrihet nga gjithë prej nesh. Pra, nëse ka ndodhur të gjëra, ka ndodhur ose me indiferencën e komisionerëve të partisë. Me Fenomeni po nuk po shkoj aq keq. Po e lë fenomeni me 1 ose 2 vota në një koti votimi marrëzhi gabimit, të bëm të jep një kolpo edhe më të keq akoma, se i bie që jo vetëm do ishte mirë për shembull, do ishte më pak e dhimbshme sikur një qendër votimi të ishte manipuluar ose të ishin korruptuar edhe komisionerët e PD-s. Por nëse është fenomeni 2 vota në një kuti, i bie që në gjithë qarkun të janë komprometuar njerëzit e tu. Dhe nëse janë komprometuar ose kanë qenë papërgjegjshëm, po e marrim më. Dhe nëse janë komprometuar ose kanë qenë papërgjegjshëm njerëzit e tu, komisionerët, numëruesit janë njerëzit të cilët presupozohet janë më të besuarit e partisë. Kur ti ke kalin e Trojës brenda, që do prezësh pastaj? Edhe kjo një dobësi është, Partia Demokratike. Shiko, këto janë teknikalitete për të kaluar dhe verën. Po, për të kaluar dhe verën, për të ulur dhe një çika të inatin edhe zhvillimin e demokratëve. Për të bërë edhe sikur. Si është fryma aktualisht në Partinë Demokratike kume? Shko, frymën e Partinë Demokratike duket shumë qartë, Alta, kur 3 ditë mungon zoti Berisha dhe 3 ditë në Partinë Demokratike nuk ka asgjë. Kupton? Kjo është shumë evidente. S'ka as makina, s'ka as denoncime. Nuk ka besoj nuk do ishte në lodhje madhe, nuk do ishte në lodhje madhe shumë të analizoj se si është fryma në Partinë Demokratike. Institucioni vetëm, pra, Berisha mund të perifrazohet si institucion opozitar. Momentin që s'është ai individ, e gjithë ajo parti është me pushime.
tek tuk në një që vetë ndjenë... Pa janë të gjithë duke pritur urdhërat e zotit Berisha dhe direksionet tek tuk në një vetë të Pallati Sportit tani ku po bëhet ky procesi i verifikimit, të tjerët nuk e dinë ku janë. I kërkojmë edhe për intervista dhe për gjëra dhe... Më duket bashkë takohemi për ditë, Keselia. Kështu që është kjo fatkesi, që përveç se nuk bëhet ajo që po bën zoti Berisha, se është shumë më mirë, për të gjithë, për ta bërë, për ta denoncuar, dhe realisht e them me zemër, ato që po bën edhe zoti Himçi, sepse tek e fundit zoti Himçi është si ata të tjerët, ka qenë në listë të mbyllur, mandatin e ka marrë, por mendon që ka akoma mundësi që ne ta demaskojmë. Kaq kemi ne detyrë, se ne armët nuk mund t'i marrim dot që të bëjmë luftë. A pritet ketë ndryshime në drejtimin e Partisë Demokratike, në kupolën drejtuese? Unë nuk e dia do ketë ndryshime, sepse nuk besoj, kam përshtypjen se po presin të shkojnë të relaksohen, të nxihen, nuk janë nga ata që mund të vrasin mendjen se çfarë po ndodh me një demokrat i cili fatkesisht ka 12 vjet që është në opozit, e presin dhe 4 vjetë të vështira, dhe në këndvështrimin tim, jo se unë dua veprime radikale, por edhe shtatori do vazhdoj me të njëjtin histori, do ketë sa raporte ndërkombëtarësh që u evidentuan disa probleme, po nuk e cënojnë procesin, duhet kemi gjithë përfshirje në procesin e ardhshëm e tjerë, frazat të cilat ne i dim edhe unë nuk pres asgjë të ndryshoj, ashtu si kundër, e kam thënë gjithmonë që ne duhet ta djejmë zgjidhjen vet, nuk duhet presim as nga amerikanët, as nga europianët që ta ndryshojnë qoftë pushtetin, qoftë opozitën. Jemi ne, të cilët duhet t'i shikojmë edhe gabimet nga vetja, çfarë u bër gabim, çfarë nuk morëm vendimarrje, se mund të marrësh dhe vendimarrjen e saktë, po e ke marrë në kohën e gabuar. Pra, çfarë bëm ne? Duhet ta bëjmë një analizë. Unë jam kundra asaj që ne të merremi vetëm me denoncimet, siç u bën 2023, pra kemi 2 praktika që nëse ne i kryqëzojmë, unë mendoj që do t'i bëjnë mirë Partisë Demokratike. Në 2021 u mor vetëm me vetveten Luli. Kishte hall të siguronte karriken e vet dhe, siç e dini, nuk u mor fare me zgjedhjet e 2021. Në 2023 ndodhi e kundërta. U mor vetëm me denoncimin e zgjedhjeve dhe nuk u bë një analizë që humbëm 57 bashki sa humbëm. Në fakt, a është gati Partia Demokratike e para të futet në parlament në një sezon të ri parlamentare, dyta për një garë për Bashkinë e Tiranës? Nëse ato e kanë seriozisht këtë denoncim që bëhet, nëse ato janë të bindur që ka ndodhur kjo gjë me 11 maj, unë mendoj se ato duhet të refuzojnë të futen në parlament, qoftë dhe për të votuar jo ligjet e integrimit që nuk kanë lidhje fare, mendoj unë, sepse ti... Të qonë, Adriana, kjo metodë djerë u pa që Jo, të braktisësh mandatet, unë kam tjetër pozicionim. Dhe fakti që unë e kam thënë këtë që me 16 maj të 2024, kur Sali Berisha ishte në Burg, e kam thënë dhe vazhdoj ta them që në përsa kohë ti pretendon që je në regjim, ti duhet bësh veprime radikale. Jam kundra unë djegës mandate, vazhdoj ta them. Nuk jam për atë. Unë them me veprime radikale në parlament, mos bëhet në parlament. Po diqe më parlamenti, pa tjetër ta djegësh, pa tjetër, kur e kthyen kokën ambasadorët e ndërkombëtarë nga Partia Demokratike, kur u dogjën 6 karrike. Kur u dogjë aksidentalisht. Po që rëndësi ka? Nuk ka rëndësi fare. Unë them që ti, jo vetëm mos hysh, po ti nuk duhet lësh të bëhet parlament i qetë. Pra, se duke mos hyrti, duke ndetë për kafe... Ligjet i kanë votuar ata edhe sezonin e kaluar... Po mos i votojnë pra, kjo është vendimi për... Ligjet i ka votuar Partia Socialiste sepse ka shumicën e votave. Unë nuk jam askush që të marrë vendimarrje, unë kam një vot, unë kam edhe kurajon që mbledhjen e Këshillit Kombëtar kam thënë ky është vendim kundra interesave demokratëve dhe kam votu kundra qoftë për kodin, qoftë për votën e diasporës, qoftë dhe për primaret.
Dhe kam argumentuar pse ka qenë i dëmshëm për Partinë Demokratike. Koha më dha të drejtë, fatkeqësisht, dhe unë prapë vazhdoj që deputetët e Partisë Demokratike, ato që kanë mandatin, nëse e kanë seriozisht që me 11 maj ka ndodhur kjo farsë, dhe unë e besoj që ka ndodhur kjo farsë, nëse e kanë seriozisht që ne jemi në një regjim dhe në diktatur, duhet të reagojnë. Po mirë, çfarë ndryshon pra se pyetja është? Si mund të flatur 83 mandate në parlament? Si mund të reagojnë me mjete demokratike në një diktatur, në një regjim? Nuk shkon. Për të dhënë një informacion, edhe e para herë në korrik pritet që të dalë raporti përfundimtar i OSBE-dit, dhe kjo është ajo çka po presin Partia Demokratike, po pret një raport, pra raportin përfundimtar, dhe më pas nga puna që do bëhen me ndërkombëtarët, se cilët do jetë feedbacku i kësaj çka kanë bërë deri më tani. Dhe pas këtij momenti do vendosin mbi atë çfarë do bëjmë brenda Partisë Demokratike, që në informacionet e mia pritet të ketë një analizë të thelluar brenda Partisë Demokratike, shoqëruar kjo edhe me zgjedhje pra të ndryshme në strukturat apo në funksionet e Partisë Demokratike, por edhe tek grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Si sa i përket vendimarrjes të grupit nëse do shkojnë në parlament, çfarë do bëjnë nëse do shkojnë në parlament, pra do shkojnë njëri 6 muaj sa për mos djeg mandate dhe do vazhdojnë aksionin e tyre opozitar kundërshtues në çdo pjesë me pushtetin, apo do shkojnë dhe do jenë opozitar në parlament duke kundërshtuar çdo projekt ligj, pra për të qenë zëri qytetarëve në parlament. Kjo është ajo çfarë po presim për momentin. Në analizë pastaj, unë mendoj që Partia Demokratike ose grupi parlamentar i Partisë Demokratike do duhet të jetë përfaqësuese e atyre votave që ka marrë, por duhet jetë pa bërë pazare dhe pa bërë negociata si me kodin zgjedhor të 2024, pra me 26 korrikun, që për interesat të vogla apo për konvengim të interesave, sepse të dyja palëve intereson të i gjë. Jo të vogla, për interesat personale të secilit që ka dashur atë vendin e vet në listën e mbyllur, kaq. Nuk besoj se s'na pëlqen, po duhet i themi. Nuk besoj se kodin zgjedhor e ka bërë vetëm një person apo dy persona në Partinë Demokratike. Po nuk jam unë atë. Pa miratimin e të parit nuk bëhet asgjë. Mua nuk më intereson fare dhe emri se kush e ka bërë. Mua më intereson fenomeni. Mua më intereson që 104 deputet e kanë miratuar atë kod. Kanë zgjatur dhe afatin e këtyre të kasit. Që janë më të shqetësuar janë kasi për rihapjen e kutive se sa vetë partit politike. Këtu duhet ta analizojmë ne. Pastaj kë votë për përfaqësimit të kujt qytetarëve? Kë votë? A ke 500.000 vota? Më fal, për çfarë kanë votuar? Pra, kanë votuar për 4, se për mua s'janë as 5, po janë 4 deputet të zgjedhur nga Partia Demokratike, se të tjerët kanë qenë temëruar. Ky është dhe skandali tjetër. Pra, në 50 deputet, ti 45 deputet i ke pas temëruar, duke përfshirë edhe aleatët. Dhe çka kanë votuar demokratët, familjet e djathta, njerëzit që kanë votuar gjithmonë Partinë Demokratike, qoftë edhe një pjesë e zonës gri, kanë votuar për 4 deputet. Se për të 5-in, unë e kam shpreh bindjen time se kush e ka votuar e kush e ka bërë. E qartë. Mirë, ne kemi undes debati tani në fund, po jemi edhe në minutat e fundit. Për 5 se thot lista, po. Po mirë, për 4 se njërin e kishte në pikë pyetje, edhe me opinion. Nuk e njoh. Është ajo konkurenca brendshme. Jo, unë e kam shprehur që është nuk është me votat e demokratëve, kështu që unë atë jam e qartë. Rama e ka provu me Lulin që si jep vota kujt? Jo, aty ku ka interesi e për Rama votat. Interesi ti është deputeti PS-s. Më fal, Rama jep votat aty ku i del skema Ramës. Tani ku ka dhënë vota zoti Rama për ta mbyllur dhe me këtë informacion? Rama po të kishte interes, e mbante Lulin si që mbante dikur. Sa e pa që Luli t'i hiku partia... E majti gjithë fushatin e zonja Kalaja me atë bëri gjysmën e fushatës. Edhe diskretoj më kaj se nuk i duhej më Luli. Po pikërisht pra kjo është ajo që të bënë. Po ju marrun një rast. Se su talë me Lulin a në 2021-shin.
As 2023, nuk u tallën ato me njëri tjetrin. Intereson të tani Rama të tallej me Lulin, se nuk i duhej më Luli. Kështu që siç themun që Erion Veliajn e nxjerr vetëm Rama nga burgu, ashtu them dhe në opozit e di Rama kë investon. Dhe koha do m'japi shumë të drejtë, shumë shpejt, e para dhe e dyta, siç them për Erion Veliajn, meqense ta thash përpara se të fillonte emisioni, shumë shpejt një person që ka vendosur Rama të shkojë në burg, që është Tërmet Peçi, dhe kam informacionin e saktë se e kam bërë unë kallëzimin penal për Tërmet Peçin. Ky është personi i radhës që do të shkojë në burg. Kaq i duhej Ramës. Dhe Rama çfarë bën? Tregon drejtësia funksionon, po çoj deputetin u thot Rama. 3 herë kryetar bashkie në Tërmet. Nga ana tjetër, qytetarve, deleve, i thot po vetë pastrohemi ne, shiko se qa bëjmë ne, ne po vetë pastrohemi. Edhe ndërkombëtarët që vinë këtu marrin ato çantën me lek, edhe bëjnë raporte si do qefi Edi Ramës, thonë që ja, shtet ligjor, shtet demokratik, funksionon spaku. E qartë. Mirë, zonja Kalaja, faleminderit shumë që ishën. Faleminderit, kënaqësi për mua. Faleminderit, ne.